Faleminderit Naim, zonja dhe zotri, mysafirë të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe juaj në ODN. Ishte ditë me shi të tori. A gjethet sa fillun me ra. A ditë shumë të prita, por ti serdhe ma. Një tekst melankolik. Po, i shkruar nga unë në realitet. Nuk është se kam përjetuar vetë, por sigurisht se neve artistët, gjithmonë i përjetojmë edhe i vëmë në jetë emocionet e të tjerëve. Një këngë e orkestruar nga Fatos Canolli, edhe sigurisht muzika është e imja, mbetemi aty. Këngë e bukur, këngë pikrisht e kësaj periude, akoma s'kanë fillu me ra gjethet, mirë është, po mundohemi tash me dhunë me mbajt atmosferën. Në studion tonë ende s'kanë atmosferën e ngrohtë. Mirë mbrëma të gjithë, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jeni bashkë, unë pak me zërë të në gjirun, nuk e kam pritë që mund të më godas kështu kë grip apo kë virus i kombinuar, e kam kalu krejt në për rrugë, por me gjitha të zërin pak ma ka prish, mos prit një sonte të këndoj shumë furishëm e... S'ki nevoj se këndoj unë, a, këndon ti, po mirë, ja nise veç. Do të kemi shumë qatë bukur sonte, do të kemi një fasur të veçan, jemi krejt akoma në kohën e zgjedhjeve, unë e thamë kur kemi zgjedhje kemi fest, do të jemi të lumtur sepse në Republikën e Kosovës realizojmë zgjedhjet tona. Oponenca sigurisht se sjell edhe kundërshti edhe përplasje, por mendoj që gjithmonë duhet të mbetet në nivel të asaj kush çka ofron më mirë dhe kush çka e bën më mirë. Në jetën e përditshme, kjo jetë e sheh këtë glamur që është realizuar, është rezultat i krejt atyre që kanë ditë. Në më thonë, to drita, këtë dritë, Nikola Tesla. E kështu, plot gjërat të tjera, na i kanë sjellë shkencëtarët të diturit. Do më thonë, në jetën e përditshme, duhet të udhëheqin të diturit edhe ata që muin. Se ka që din, edhe duan, edhe ja dalin. Po ka që dojnë me ditë, edhe pak s'dojnë, edhe sun ja dalin kur. E bukura është që neve t'i zgjedhim njerëzit më të mirë. Dilni me votu, çka është më kryesorja? Dilni, absolutisht. Votoni, edhe në mbrëmje për cilni rezultatet. Do të kemi humor, do të kemi këngë, po do të kemi edhe mysafir të veçantë në këtë mbrëmje që në realitet emisioni ynë edhe mund të jetë akoma në brendësi të fushatës. Kështu që ndiqeni ODN-in e sontëm sepse keni gjëra shumë të bukura. Pa humbur kohë. Mos humb kohë, duke thënë pa humbur kohë, sepse unë sonte jam e veshur nga duart e arta të Dianës, e gjeni në Suharik, Diana Fashion. E gjeni edhe në rrjetet sociale për këtë mrekulli që sonte e ka bo për mua. Diana Fashion, dhe gjithashtu do doja të falenderoja pafundësisht zonjën Selvete, kodra e trimave në Prishtinë, e cila përkujdeset për dukjen time flokt, kaqorella lelle, kaqorella. Po bukur. E shiha kamerën që po jetës drejt në po ecni një herën e për këtë trup kështu të... Letja japim radhën atyre që na sjellin gaz e lumturi çdo javë përmes satires, metaforës, alegorisë, po mbi të gjitha humorit të tyre, shpirtit të tyre artistik, Dada Hyr dhe Kulja. Mërmoma. Syni keq më s'ju po. Sa merë mësysh, qaqjo. Na em qëshje, na em. Qëshje noj? Hamë shito zemra, që në knaj shtut në me bota mëni na mjetë kërqys. Ty be, zemrat her po janë, po nështë. Qa me bo? Po neve në rohë të femrat, që ka thonë zemrat. Po dy zemrat tona të vësrasen s'krim punën e erë. Nuk krejtve. Oj, hyr Allahile qëshje? Ty besi e mërkurja, as knej, as anej. Pa lidhja. Pe thëmë ti temet. Bura, qysh bradin që so kuh ka kalu s'ma ke thonë një fjallë romantike. Kuraj, shpirti jam, ti ma nëzin zamrën gjithmon është përreti jam. Ka shaflim për duk na unë e tyja? Qëra i jo ti shumë njëri, kjo jam i tha oj gru,
Tha që të dit a je bo si temperaturat e ojrit. She. A një unë kështu me krenarit, thonë, e nëzit jo ma, a e nëzita? Jo, tha je bo e padurushme. Që të të livrit, disa? A po livrita? Mirë që po livrit? Qyre, a di që s'ka? Mas i ka qa me livrit. Bile mikrofoni. Që shtu ka i herë të e prek. A di që s'ka ma mirë se me prek edhe me të livrit. Ja, po të mikrofoni për prek, oj mote. Po. Edhe? Ka thonë që je padurushme. Po dhe më ta e padurushme. Mirë t'ka thonë. Po, pse? Se na burat janë ma durushme se na gratë. Nime? A e ki pa, kur t'ullmi na, s'mujna me nejtë, që mi me njerë me bo diqka, s'na renë. Po, qashtu e? Ata ullën e rinë shtet, e të mirët me ditë mujnë qashtu me duru. A në unë jënë që ajo femna, që ajo gruja, mas cilës, punëtort e ndërtimit u tranëshin mas me e bre. Për i me a? Bësar që ka lejsha do ishin mu tranu me 1 milion. She. Deri sa në fund vendosa më s'mja u dridhë shkalt. Ja, mu kjo jam i po më bënë shumë nërmës. Pse? Shumë bere? Për dit, qaj kom, qaj kom, qaj kom, qaj kom, qaj kom, qaj kom. Je i thash, jetë më shku nerva. Pa më falë zë të rëte për shpia duhet tha mu fshi. Unë grash, bravo të ko, bravo. Përve, bravo të ko. Ngëm, edhe unë e kom vendos mi bo punë të shpis. Ama të bura vju të grave. Edhe? Për gjithë ditën për i, për këqyri televizor dhe për lezaj gazet. A nja për mënësh? O, zotë, sa shtirish. Sen ma të shtirë kur nuk kom përjetu. Veç kom vendos, kur vendosi, u kry aty. Ama dhe një sen dhije, që dhe sa të vendosi unë për shambull, duhet me pas këgja mëth. Që ta mëth, Allah i këp që ati që ka shpik shëllën e vetësis. Kujna mëthën, s'ja ka mot, a ketve ta ma një vjetë. Valla, e një me, jëm të apliku për ansamblista, do një me më votu mëre. Po, posh zutin adhe me politik dënë më marë. Po qka më në shmëritimi u përëmtu njerëzve? Mëj me u premtu hamamin e hyrës. Qysh? Qashtu mirë, shkoj marë që të pari që duhem një epa ta, e maraj një hamam të vëgël. Edhe kush vjen me mua në koha me lyp, diçka për me, veç ja bëj shkën hamam temin që atje. Ja që ta mëdës, ja pa. E qyre, komu munu edhe një sen, komu munu me bo. Që shkum janë në përdugoja, ma mos me konë se kur shkum janë në muze. Qysh në muze? Po qashtu, hece, këqyre, më sprek kur gjo. Ha, ja, që atos mënësh me bo. Vesh një sen, po, një mënësh. Kur dalim, me lyp kafe 5-1. Dhe 5-1? Tomël, shëqer, pasurdin e Wi-Fi-s edhe adaptirin e telefonit. Komu munu? Veç, dije edhe një sen. Qka? Se kërejtve s'ju pëlqen se si e perfekt. Unë për thëmë, unë e bashkë që këtë gjykë se jam vetë. Ta? Nuk kemi nevoj të jemi perfekt që t'ju pëlqenjë të gjithve. Mjafton të jemi special për dike. Natën e mirë!